Unë agjeroj gjithmonë. Testohet edhe në Korçë, kryesisht duke qenë se është një vend me Shiko, kam përshtypje të gabuar gjithmonë për korçarët. Kur I them shpesh jam nga Korça, më thënë, "Oh, ti myslimane nga Korça, si ka mundësi?" Duke qenë se festohet kaq shumë Pashka dhe Krishtlindja dhe bëhet më bukur se në gjitha qytetet e tjera, është krijuar ajo përshtypja sikur pjesa më e madhe e qytetarëve aty janë të krishterë. Megjithatë, statistikat e Instatit së fundmi kanë nxjerrë që numri më I madh është I popullsisë është myslimane sesa të krishterë, po, aty. Kështu që të gjithë çuditën kur ju them jam nga Korça dhe jam agjerueshëm gjithmonë. Viti I parë që agjeron apo? Është viti I 15 që agjeroj. Viti I 15. Viti I 15, po. Kam vite që agjeroj. Si ndihesh? Më vjen keq tani që po mbaron, realisht. Po, dëgjoj, do të tregoj diçka se kam ikur në xhami shumë herët, shumë e vogël dhe mbaj mend, ka qenë një zonjë, nuk e di as emrin as një njerëz, thjesht e kujtoj. Ka qenë e mbuluar me xhami dhe bënte faljen dhe më mësoi hyrjen në Islam me atë fjalinë e parë që ne kemi dhe dihet botërisht, e shëduhen la ilaha, e shëduhen Muhameden Resulullah, që është ajo që të fut tek lutja e parë dhe më ka thënë diçka. Unë isha diku te 6-7 vjeç, edhe më do të them diçka që do ta kujtosh dhe realisht e kam kujtuar gjithmonë. Nëse diçka është për ty, do kaloj të gjitha malet dhe do vi. Nëse nuk është për ty, do ta kesh deri te busa dhe nuk do kaloj kur poshtë. Edhe kjo realisht më ka ndjekur gjithë jetës dhe ka qenë e vërtetë dhe e kujtoj gjithmonë. Padyshim që është muaj I sakrificës, është muaj që jam edhe nga ana sentimentale shumë herë më ndjeshme. Ka kaluar kaq shumë shpejt, duke qenë se un kam përjetuar edhe vite të tjera që agjerimi ka qenë edhe gjatë ditëve të verës edhe pak më I vështirë, po në gusht, kur atëherë duhet të çeli iftarin në orën 8:30 të darkës, kështu që ka kaluar shumë kollaj. Shiko, kur ti e ke një gjë në çdo aspekt ndodh kjo, jo vetëm në këtë muaj agjerimi, kur ti e do diçka realisht e bën me qef, nuk të detyron askush dhe e bën për diçka të caktuar, nuk I vere këto gjërat e tjera, kështu që